Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Të dashur peshor, tregon që je duke shëruar nga një periudhë e dhimbshme. Tani kur them e dhimbshme nuk do thotë patjetër e dhimbshme diçka emocionale me dikë, mund të jetë e vështirë, shqetësuese, problematike. 10 të shpatës. 10 të shpatës, por jeta, siç thash, po shërohesh nga një periudhë e dhimbshme, por jeta po të jep mundësinë të ndërtosh veten në një nivel më të lartë, të dilni nga kjo. Pra, 10 shpatës tregon qartë një zhgënim i fortë, një situatë që të ka rrezuar, një moment ku ndoshta ke ndjerë që s'kishe më shpresë. E ke përjetuar në heshtje, në dhimbje, me dhimbje, ndoshta pa e ditur askush se sa e thellë ishte ajo plagë. 5 të monedhës, të dashur, tregon ndjenjë të bushllëkut, jo vetëm emocional, por ndoshta edhe material, ndihesh i braktisur, jashtë si të mos kishe askënd që të mbështet, por shiko me kujdes, kjo letër gjithmonë ka një dritare. Të them kështu, janë moderne dhe është pak e vështirë. Shikoni si keni ulur kokën, por është një yll mbi ju të dashur. Ka një dritare, si thash, për të pas këtij personi, një mundësi që nuk po e sheh ende, por që aty është dhe ekziston. Do thot, nga ato që ke përjetuar një dritare po hapet. Gjithmonë, të dashur, siç e kam thënë, çdo shqetësim vjen baraz me zgjidhjen. Nga shqetësimet nuk e shikojmë kurrë këtë zgjidhje, prandaj dhe zgjat dhe mërzitemi dhe bëhemi. Ta kemi të qartë, sado që uji është duke vluar, sado që mundohemi të shkojmë në ujë të vluar, nuk e shohim dot pa u qetësuar. Prandaj, shikoj me kujdes pra, kjo dritare të jep një mundësi që nuk je duke e parë. Dhe këtu futet krye peshkopi. Të fton të ngrihesh, jo vetëm si njeri, por si shpirt. Ky është momenti ku jeta po të thotë, tani që u rrëzova është koha të ndërtosh themele të reja. Jo me gjëra sipërfaqësore, ndoshta siç e ke bërë deri tani. Jo me njerëz që të zbrazën, jo me njerëz që të lodhën, jo me njerëz që nuk të dhanë asgjë, por me vlera, me urtësi dhe me vendosmëri. Është koha të ndërtosh diçka që zgjat një jetë dhe që të jep më shumë kuptim. Dhe më e bukur nga gjitha në fund, 9 të monedhës të premton këtë të dashur peshor. Pasi të kalosh këtë fazë, do të ndihesh i plot, e plotë me veten, do të ndërtosh stabilitet absolutisht dhe do të ndihesh se më në fund je aty ku ke dashur gjithmonë. Më në fund arrita të paqe me veten, në kontroll, të kesh jetën tënde dhe pa patur pasiguri që të kanë rënduar gjithmonë. Të dhëm, po, që e rrëzuar pra, por sado që jam rrëzuar, unë do ngrihem, thot letra, kjo 10 këtu, për të ndërtuar një jetë që më nderon. Jepi kohë vetes të dashur peshor për të shuruar, por mos e ushqe atë që të shkatërroj. Do thot duke e menduar, kjo është ushqimi që e mendoj. Çfarë do lloj ndihme që ke nevojë, ke njerëz ku mund të trokasësh, thjesht për një bisedë, për ta lehtësuar, mbështetje apo dije të reja të dashur janë aty. Në aspektin material të dashur, nëse është ajo që është fokusi juaj që jeni shkatruar, mos u fokuso në çfarë s'ke. Shiko çfarë mund të ndërtosh nga aty ku je, edhe me pak ato që ke. Qëllimi është që gradualisht të ndërtosh siguri. Absolutisht është koha për të ndjekur udhëzim më të larta, të dish çfarë vlen për ty dhe të mos ulesh më veten për asgjë më pak. Do thotë të ngreni pretendimet e juaja.